Në ambientin e bibliotekës shkencore të Universitetit të Shkodrës u zhvillua aktiviteti i titulluar Kompleksi Medea në Bankën e Gjykimit. Studentët e psikologjisë në Universitetin Luiq Guraguçi u bën pjesë e këtij takimi, ku sollen veprën Medea në një qasje ndërdisiplinore. Aktiviteti kishte si qëllim evidentimin e forcës së familjes dhe rolin e gruas. Ky aktivitet i sotëm ka në qendër të vëmendjes forcimin e familjes, vlerën e gruas dhe rolin e saj, dhe ajo që është më tepër për të seksuar, vlen rruga e duhur për të bërë zgjidhje. Gjithmonë ekziston një zgjidhje, por nëse janë pasoja që rëndojnë fëmijët, secili prej bashkëshorëve duhet të tregoj shumë mirëkuptim, shumë tolerancë, sepse jeta nuk është materiale, jeta është shpirtërore. Dhe këto konflikte shpirtërore dhe psikosociale që ne hasim sot, janë pjesë e një lëshimi drite që ky aktivitet i jep nëpërmjet rrugës ligjore dhe asaj emocionale dhe modelesh që ofron letërsia. Është një temë e cila ne si studentë të psikologjisë na prek, duke qenë se tashmë po hapet edhe masteri i psikologjisë ligjore dhe masteri shkencore në Shkodër, dhe shumë studentë kanë si interes fushën e psikologjisë ligjore, duke trajtuar rastin e Medeas si një rast i letërsisë klasike, për arsye se është shumë më e vështirë dhe shumë më e komplikuar me marrë raste reale të cilat për çështje etike nuk mund diskutohen publikisht. Letërsia antike, letërsia klasike vjen akoma e freskët edhe në ditët e sotme dhe mesazhi është akoma i vërtetë për ne. Në këtë aktivitet reflektues u diskutua mbi divorcin, tradhtinë, pushtetin, dhunën emocionale dhe rolin e fëmijëve në konflikte prindërore.